Në çdo kantier ku konstatohen shkelje, mesazhi është i qartë, askush nuk është mbi ligjin, as pronarët e vilave, pallateve apo komplekseve, as zaptuesit e zakonshëm, as më keq inspektorët dhe funksionarët që kanë përdorur fuqinë e detyrës për të abuzuar apo neglizhuar. Bilanci i operacionit të nisur një javë më parë, në datën 3 nëntor në zonën e Farkës, është i qartë. 65 objekte, përfshirë vila dhe banesa kolektive të inspektuara. 2736 metër katror pa leje të evidentuara janë prishur me njëherë. Në vetëm pak ditë janë vendosur 1 milion euro gjoba. Për 18 persona, 13 prej tyre inspektor kanë nisur procedimi penal. Operacioni vijon dhe do të vijojmë për sa kohë të jetë nevojshme për të bërë të mundur që çdo lek i investuar në prona nga shqiptarët të kthehet pas në një pronë me cilësi, planimetrin dhe standardet e premtuara, si dhe çdo plumb e zaptuar të kthehet në shërbim të qytetarëve dhe komuniteteve.